Jemi shok. Jemi shok. Polliri Dykmes. Hajde këtu te Gorica. Kishim dy baza. Të shtonim tokën dhe të bënim me rrugën. Miq, vazhdojmë rrugën të cilën ka vite, për mos thënë shekuj që ka ngelur rrugës dhe askush nuk i kthen syt kurrë nga kjo rrugë e cila lidh fare shkurt Beratin me Gramshin dhe herët më para është përdor dhe nga karvanet e vjetra që lidheshin nga Durrësi, Vlora, komplet Bregdeti, lidhesh me pjesën e lindjes Shqipërisë që është Korça ose dhe ato që kalonin më tej Erseka dhe kalonin edhe kufirin Greqi dhe më gjerë. Jemi me Malon, banor i fshatit Kostren 2, do ta shohim me detaje të gjitha trevat e kësaj zone, pra të gjitha kufijt, popullsinë, kur është krijuar etj. Momentalisht jemi tek vendi i quajtur Shkëmbi i Cucave. Pse ka marrë emrin Shkëmbi i Cucave? Nuk dija se dikur. Po ka frit njerëz, këtu është rrugë e ngushtë dhe ja ka marrë na kali. Në kohën e karvaneve që kalonin me karvan? Karvanet ja ka marrë na kali. Natën mbasi mori Cucën. Edhe ka vdekur Cuca këtu. Po s'ka qenë humner, siç është akoma. Ato ishte atë humner. Edhe kështu që se që vit nuk përcaktohet. Edhe unë po vete 80 sa vjeç edhe Shkëmbi i Cucave. Edhe tani këtu të thanë era. Tani. Po këto kanë qenë ara të tëra. Që shqigon me sy kanë qenë ara. Që punoheshin nga banorët e zonës, nga fshati. Me rushe, me hare, me të tëra. Prandaj edhe kanë secila ka emrin të tëra. Në çfarë vitesh punoheshin këto? Mund të ketë edhe mjaft të vite. Pra ku ju kur keni qenë i ri, në rinin tuaj, rreth 20-30 vjeç. Andaj kishe nezha që thoshin atje këto të aresmalit, këto punoshin e njërën tjetër, këto këtë. Pastaj e lënë, kanë ikur, edhe kanë ikur shumë. Iknin, se aq mbante njërën tjetër. A kishte zëng atëherë, jo po gardi im, gardi jot? Shiko, kishte një marrëveshje që unë e kam përqyer. Zgjidhje kryeplaku. Kryeplaku mande mbas vete 3 veta. Këta 3 veta, kush bënte ankesë te kryeplaku, nuk vinte kryeplaku. Po vinin këta 3 veta. Pra që atëherë ka qenë struktura e familjes, prap duke pasur një të parë. Një të parë ishte kryeplaku, zgjidhje. Kryeplaku zgjidhte 3 veta. Të mirë, të mençur. Edhe kush kishte ankesë. Po të vendosnin këta 3, jepnin dorë njërin tjetër iknin. O në takon mua, o në takon ty. Këta ishin ata gjyqi që ashtu atje. Pra edhe në atë kohë ka pasur një lloj gjykate. Ka pasur një lloj atje për zgjidhjen e problemeve. Edhe nuk vricin. Për ta lidhur pak me që dolën te gjyqi dhe me këtë legjendën këtu e Shkëmbit të Cucave. A thua po bie në Shkëmbë dhe Rion Velia dhe Partia Socialiste apo jo? Shiko, çfarë mendimi ke për spakun aktual dhe mënyrën se si arrestuan? Dëgjoj. Pra po kalojmë nga një temë në tjetër, po me qenë se është edhe aktualiteti i kësaj. Unë jam marrë me politikë. More vesh, tërkës të rruga që të thashe njërën tjetër, unë kam qenë në krye. Arrestimi ati Rion Velisa është politike. Kjo është me poshtet. Po e them me kompetencë të plot. Nuk kemi SPAK, po kemi parti politike. Edhe SPAK-u është parti politike? Parti politike, apo ja them, le ta dëgjojnë, po e do transportojnë ta dëgjojnë. Pse? Ai është njeri i zgjedhur. Edhe Trumpi dolli me ato atje, e diti? Pa ma ku e qoj në gjyq i tha jo, nuk ashtu tha se do zgjedhët president. Dakor të? Tani ne ku jemi? Pra edhe Trumpi thoti... Rak fushatës. Unë nuk jam. Kam qenë me Partinë Komuniste, kam e gjurë dorë. Dakor? Ashtë. Pa ama i ndje këto. E them, poshtërsia me madhe që kanë bërë. Arrestimi Veliajt. Nuk ka drejtësi.
Ska. Po, kjo rruga kur është ndërtuar? Pa për të fundit. Pret pa, ishte kooperativë buksore dhe ishim dy baza, të shtonim tokën dhe të bënim rrugën. Pra ishte dy drejtime që ishe partia në atë kohë, shtimi tokës të re edhe bërja rrugë të lidhe fshat edhe lagje. Që në kohën e Enverit. Që në kohën e Enverit. Para Enverit s'ka Absolutisht këtu të shande ferra të hajesin e sa të vinjen berat. Dhe pas Enverit prap se zhvën asnjëherë. As edhe një dorë fare atje. Ata që ka bërë Enveri nuk e bën njeriu dhejsme. Pik. Për këtë popull. 80% ishin analfabet, pa rrugë, pa arsim, pa të tëra. Sa familje ka pas dy ky fshati këtu? Fshati ka qenë 38 familje. U bën 40. 40 familje. 40 familje fert kostë. Pra për 40 familje Enveri çau rrugën, çau trashen e pruri. Po. I bëri atë. Lidhë një qark tjetër, fshat tjetër kjo rruga? Kjo lidhet me Gremshin. Këtu shkonin. Po ka ngelur atje se ashtu e bën shteti atje, bërin çik shteti atje, e lan për prizgje atje që është atje, po shkon në Gremsh kjo. E ndërkohë që ne flasim është një rrugë tjetër nga Tomorë dhe nga Dardha që po shtrohet po e lidhi. Ato është tjetër ajo atje, po kjo këtu është më afrat. Më thoshte baba im, në 1915 Austria ka ardhur këtu në Kostren, në qaf malit, i thonë Mali Janqës, edhe i ra Korçës, se Korçën e kështë zënë kjo Franca, rinin atje. Ushtar francez në Korçë, edhe këtu shkuanin, kjo ishte rruga me afër, na bera e erdhen me nese që ishte erdhen me kafsh këtu, një bataliona nuk e di, ka në ardhur në 1915. Në 1915 ka nikur në Korçë. Nga Berati, kjo ka qenë rrugë nacionale që lidhe Beratin me Korçë. Po, rrugë Kemsor. Edhe ata kanë ikur me karvan, me kuanj, kanë vajtur Iran, Kroatia i mundi francezi. Herdhën poshtë, që ta di që ti, herdhën poshtë, pasaj kanë bërë Bardërdin. Se nuk i ndihmoi shteti, gjima e ushtri, që gjetë një lopë, ne na thoshte babaj, na prisën, kishim 60 krerë blet, të 60 i prisën. Francez? Austriakt. Se ishim pa ngranë, do tanin, se nuk i ndihmoi me atje. Kupton? Pastaj me rumi jati fejsiu dinte ca kështu llafe atje. Kur erdhi ai të foli me ata, u larguan në lagja jonë. Sa kilometra është nga fshati Kostren 2 deri në Berat? Kushe ka matur atje, të qatë e mund atje, afërsish, ja 20 kilometra, ka qështë. Dhe nga asfalti këtu, rreth 10 kilometra është. Si shtam, kjo këtu është lagja e shkollës. Qa fisësh jetojnë këtu të kjo lagja e shkollës? Këtu... Me qa ka pas jetuar, zani një familje është, po? Kanë jetuar, shko, këtu ka ishin rrugët, Brami, dhe mi emri Kungulli. Ka pas mi emri Kungulli? Po, Kungulli. Ishin tre familje. Ka nikur tërë. Këton ti? Lagja me madhe ka qenë e Brame vetë. Ishin 6-7 familje. Të tërë ka nikur. Ka nikur? Ja nikur në poshtë, në Berate, në Duanas, Tiranë, ka vajtur. Ka nikur tërë. Në qa viti është ndërtuar shkolla? 50-ën. 1950-ën? 1950-ën. Filloj gjim në 29-ën. Po, që unë baruan 50-ën, në 7-8-50-ën, pasaj filloj, kanë ardhur nxënësit në shkollë. Sa nxënës ka pasur shkolla në atë kohë?
Po, valla, I kishe mbi 20 e ca nxënës. Mbi 40 nxënës. Mbi 40 nxënës. Mjaft ishte. Po mësues nga vinin, ishin në zonës këtu apo? Jo, ka ardhur nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra këtu, mbi emrin nuk e mbaj mend, po e quanin Anastas. Ai më ka dhënë mësimin e parë mua. Pas ka dhënë mësim një Gjirokastrit. Një Gjirokastrit. Po ku rinte, ku jetonte? Në shkollë. Kishte dhomë në shkolla. Shkolla brenda, domethënë kishte edhe dhomë që ai hante, pinte, ushqehesh. Ushqeshe atje. Kush e përgatiste, po kishte edhe kështu sanitare këtu? Jo. Bukën ja bënte njëra. Bukën. Nga fshati këtu? Këtu, nga fshati, E cakonte partia atë kush e gatuante apo? Jo më e bënte kështu, vullnetar, atë ai atje. Se ishte mësuesi ja. Na këto atje më të përsipër edhe. Në 2 ditë pite një bukë. Dakor? Bënte pa mirësi. Këtu ka qenë depo të armatimit. Shikon? Këto rënoja tu kanë qenë depo të armatimit? Po, depo të armatimit. Ja shkatëruar të shikon? Po lërë tani atje, që shkatëruan të tëra. Këtu ka qenë... shkatëruar? Kush I ka shkatëruar? Njerëzit, këtu kanë qenë furri bukës. Këtu dyqani bukës. Spaskat? Bukë spaskat? Në atë ferët atje ka qenë një familje, në atë ferët. Në ferë? Atje është edhe shtëpia. E ka mbuluar ferra? Ka mbuluar ferra atë. Atje është paprishur familja, në atë ferët atje. Ka qenë një familje. Ka ikur me kohë, atje është mbyllu ferë. Thamë në 49 filloi të hape shkolla këtu, në 50. 50. Fiks, në 50 është hapur shkolla. Edhe vinte mësuesi nga Gjirokastra? Qiko tani. Po, datlindja. Unë isha datlindja 38, ashtu 39. Datlindja 39 morën nga një shtatori, mua nuk më morën, se ishe I marsit. Jela pa shkollë, plaku nuk më qoj, edhe ne në mënyrë vullnetari erdhi mësuesit. Do bjen këtu në? Jo, ma jo. Edhe... Kjo është shkolla? Kjo është shkolla. Po lërë se ta filmoj e mirë atje, të themi e cëpë. Edhe atje, ai hapi shkollën natën. Vini në orën 4, deli në orën 10. Ditën bënda edhe natën. Mësim, na jep të ne. Ai caktuar. Ata që, po, ne erdhëm me dëshirë. Në shkollë? Në shkollë. Të mësonim klasën e parë, atje, të merrnim atje. E hapi ai. Hapi mëson, se kishte edhe udhëzime që... Mërvesh, edhe u bëm 14 veta që vinim natë për natë këtu. Kishte kështu interes për shkollën? Kishte. Do thënë, kishte njerëz që ama që duam këtë, kjo s'është. Jo. Të tërë, ne na lapo, ne erdhëm vullnetar. Ne erdhëm vullnetari, tha mësues e hapën, tha. Atje edhe ishim 14 veta që vinim natën në klasën e parë. Klasën e parë. Edhe që kështu që ata e mbaruan ditën natën. Pastaj kemi dhënë provimin në Qardar. Ju keni bërë shkollë natë? Shkollë natë. Pa matëm, si që bënin ata ditën, a që në bandaj atje. Na trego pak se si është që të bësh shkollë natën. Po vinim në orën 4, thoshe, po desha hajde do viqë në orën 4. Edhe bënim 6 orë, sa që bënin ata ditën. Nuk kishit frikë, qa klase ke bërë ti shkollë natën? Nuk kishit frikë që esin të rrugës nga tjetër shpje jote që të vije këtu të bëjë shkollë natën? Qa frikë do kishim neve? Po ne këtu ishim rritur, qa frikë ishim ne, vinë natën. Po ne kishim edhe qupar, babuq. Edhe qupa natën. Ashtu shkonde rruga mirë. Po mera, po jo, se mos të vejnë nga aso mendja në shëtë Shiko se... Ato erdhën edhe atje, absolutisht. Shiko, ti po thua për në atë kohë që bëni shkollë natën, po rinia e sot me ka mënë të jeta e natës. Po lërë tani atje. A kishit jetë natë atëherë? Jo, qa flet atje, për rridat atje, kamane, pas e kujtë.
Po, si arrinte, si komunikonit me pjesën tjetër në qytetin ose si merrni vesh lajmet? Kush u informonte? Vetëm nëpërmjet gazetave. Vinte gazeta deri këtu. Po. Gazetat. Kush e sillte gazetën? Gazetat në tje gjinë lokalitete binde me kafshë, se nga koshë mjaft. Dhe ishe lokalitet me kafshë. Vinde. Na atje pasaj se cili fshat kishe kaçatorin e vetë. Kaçatorri. Kaçatorri thoshin, kështu I thoshin ata. Qa ishte kaçatorri fiks për ata ishte? Kaçatorri ishte shpërndarësi gazeta dhe letra, qa vini telegrame do t'i vini çdo familje ndarkë. Do t'i çonje. Edhe unë fillonja ka qenë gjatë gjipje 1 vit. Ishte e detyruar 1 vit apo. Kupton? Edhe e fillonja navorista, radhe dhe kush takonja çoja filani deri sa vinin në fert. Dakor? Ku them sot unë atje nuk I beson njeri. Jo, edhe unë s'po besoj që po mos I ka mundsi një person. Ai ishte I punësuar nga shteti apo Jo, ma e vullnetar babuç. Vullnetar vetëm për shpërndar dije. Vetëm për shpërndarje, ne dijes. A ishte cilësore dija në atë kohë? Tani a ishte cilësore, po me atë, shiko. Sistemi e përdori këtë si një lloj propagande për njerëzit. S'do më ndete, ishte zhvillim, ora ishte zhvillim, pik ma bete. Thuaj çfarë të duaç. Po ishte zhvillim atë. Merrshe vesha, lexoni ata që dini, lexoni gazetat. Kjo lagja I duket tu është lagja e landarëve, a? Thonë lagja e landarëve. Ose lagja e mezit. Zërët të dyja. Po landar, e di këtë se ka ndonjë landare, e di historinë ti? Gruaja... Shiko, ka pasur kaçator, ose ka pasur ashtu që merrte letra që këtej edhe I çonte I çonin në Janin. Nga Shqipëria në Janin. Në Shqipëria në Janin. Nga Tirana në Janin, a? Po, na këtej, po na edhe këtej ore. Ka qenë këtu ai kaçatorri që ishte I çoni deri në Janin. A nga fshati këtu shkonte në Janin? Në Janin. Në Janin merrte ato që ishin I binte këtu. Mi pa ai flinte rrugës e njërën tjetër atje dhe grise bëse lendere. Edhe shoqja I thoshe, erdhi çete po dua një ditër me ato landare. Panarom është. A, nga ajo I ka ngelu landare. Landere shoqja dhaj. Kështu ti bikë. Po, në vërtet I thon lagje mezit. Lagje fundit ishte kjo, lagje mezit atje, lagje sipër me ajo. Dakor të? Hajde këtu te Gorica. Tani këtu jemi në fshatin Kostren. Fshati Kostren Lagjerkom. Te ke lagja këtu ku jemi tani ne. Fiks këtu ku jemi ne çaj quhet tani çaj. Domethënë si pik. Tani, shiko. Qoj lagje këtu është krijuar Kostreni, I pari. Dakor të? Këtu. Këtu është bërë edhe ai Kostreni, ai rrena që ka rren, këtu ka qenë. Që ka fisë rrenash. Dakor? Kostreni. Po kështu, atje goja ore atje që diskutohet e një tjetër atje. Po na kjo pasat e napur në qikë ato. Edhe hajt, kanë ardhur të tjerë, njeri ka zënë këtu, për shembull Gjamili ka ardhur po. Ky Kosta që rrente, pas ka qenë inteligjent e ka filluar që nga këtu kanë marrë shembull të gjithë. Kështu është ajo atje, di Kosta rren edhe Kosta ngeli Kostren. Tu jemi fiks tek Gorica e Madhe. Te e Gorica e Madhe. Qa është ky guri këtu? Të tërë që janë varrosur këtu, të tërë këto njerëzit janë varrosur, tabuti vinë edhe këtu e këndonte Hoxha. A është një tip guri që vihesh arkivoli aty? Këtu vishe arkivoli që I them, pa nderi thoshin tabut. Domethënë gjithë jetën që ti mban mend, edhe nanën unë këtu e vura. Këtë nuk e ka ngacmuar njëri këtë gur. Absolutisht, vetëm këtë gur nuk është lëvizur. Edhe të tërë këta që janë edhe të sot, përpara është vend këtu tek. Pra, vlen për të theksuar që këtu komplet ky bregu deri atje është I breg. Varreza ka qenë deri për poshtë, po I kanë një shkam. Janë shkatruar. Po, atje. Çfarë varresh janë këto?
Pra qa fisesh janë, kush është varros? Dëgjoj tani, këtu është një gjë e madhe këtu. Për shembull, fisi i voristës këtu ka qenë. Fisi i shetakëve këtu ka qenë. Shetakët janë Manastrec. Edhe ca ka nikur, ka sot janë në Laparda, janë Perondi, në Kostreni. Të partë atyre janë vendosur këtu. Këtu ka dalë të tëra. Ka ndonjë zanafil dhe në qa vite datojnë këto varreza? Sepse duken shumë interesante, duken janë ato varre tipike me 2 gur vetëm dhe. Derisa fshati këtu është para Krishtit llogaritë tani. Deri para Krishtit. Para Krishtit. Është krijuar fshati këtu. Nuk është i vogël. Na gojdhena, na studimet, erdhën studime. Unë isha përgjegjës sektori. Dhe erdhën studimet, studionin fshatrat, studionin erdhën edhe ata të naftës. Gjeologët që bëjnë studimin e tokës. Ata bënin historinë e fshatit. Dhe erdhën ishin 3 veta. Erdhën edhe ata të naftës, kanë ndenjë 1 muaj aty në shkollë. Unë isha sekretar këshilli. Edhe mora unë ata, se ishe behar. Dhe mora ata të arsimit e thanë ati, qaj ati, sekretar, ti e kim nga kim thanë mua. Ndo që futi, ndo që leri. Ose ati. Ata bën një lloj studimi të këtyre varrezave. Ata bënin studimin e krijimit të fshatit. Shikon këtë varri? Ky është varri. Ky është varri me i vjetë. Talloj. Kanë dalë burë këto. Tani këtu është një varr, edhe ky është shumë i vjetëri. Pi bazën e këtyre ata që studionin, kupton? Tani ky është me gur gjithë për poshtë, dhe është mbyllur se si e kanë mbyllur me qemer, që thon fjalës. Jo, me qemer, kështu gur mbyllur. Po të armimin të do gjejmë qemerin më poshtë. Edhe ata thoshin që këta lloj varrime që janë bërë gjatë erës, që janë nxuar në ata që është para Krishtit. Kupton ti? Nëpërmjet këtyre varrezat, kemi zbuluar dhe ande poshtë. Kupton ti? Isha prezent. U hap kjo lloj varri, edhe doli që ishte. Këtu është hapur. Jo, është këtu ai që është hapur, po e mbyllëm neve. Po ky ka nge ashtu atje, se ka dalë, shikoj atje. Duket ai që e mbulonin dhe vinin edhe gur për mitaj që mos vinte. Edhe në atë kohë e kanë pasur kështu traditë që koka vihet gjithmonë nga lindja. Tani koka vihetën jo nga lindja, nga prendimi. Tëra varrezat. Ato varreza kanë kokë nga perëndimi. Shiko, këte ka kemët, këte ka kokën, qy. Pse ashtu? Pse ashtu? Tërë nga prendimi vjen. Tërë varreza nga prendimi vjen. Po ja dhe kështu e ka lep feja, kujti unë atë. Themi atë që është. Po dhe sot bën poshtë. Fshati këtu i ka ruajtur me fanatizëm këto. Varrezat jo, ai kishte për gjuna, nuk e ase prishte, ase tje se janë varreza pa të kishte punuar neve. Deri poshtë është. Deri na çukalet, ka qenë me varreza këtu. Po ranë pasaj shiu. Le të themi tani këtu tek fshati. Qa mbillte, qa prodhon, duke qenë se ju keni qenë pjesë e kooperativave, le të themi, ose pjesë e nismave që mori partia e punës, që nga hapja shkollës e tjere edhe mbrapa. Rrugë kooperativa pasaj da këtu Milçe Duhan. E para Milçe Duhan. Na erdhi plani Duhanit. Më rëvesh? Dhe ne kemi bërë një luftë për të hequr Duhanin. Sepse nëse viti kishte 12 muaj, Duhani donte 15 muaj, se donte të binte shi, nuk beshe denje, që ta çonje aty edhe kishte punë shumë. Na hoqën Duhanin, na prun lule ndjellit. Kur prun lule ndjellit beshe. Kupton ti? Kështu që na 80 lekë që ndanin për ditë pune, shkuam në 130 lekë. Pra këtu prodhosh lule dielli, grur, misër. Se ishe mjoj, ku binde shiu, beshe, ku s'binde. Ju vetë qa poste keni pasur për zonën? Unë e kam filluar nga vatre kulturës. Në kulturë jam marrë, pasaj kam ardhur brigadier, pasaj kam ardhur brigadier blektorie,
Një 2-13 vjetë, që drejtoj një blektorina me mija si deri në Beck. Pastaj kam qenë përgjigj sektori, na këtu deri në Hojnik. Pra për gjithë ata që në ndjekin, komplet të qana shef neve që sot është e shkret, le të themi, sepse nuk punon kush. Vetëm 3 familje që janë këtu nuk arrin dot të punojnë tokën e tyre, jo më komplet zonën. Ka qenë një super burim të ardhurash për ekonominë e vendit, e fshatit dhe më gjerë. Prodhoshe. Sa grup prodhoi këtu? Fshati jon duke marrë të 3 këto brigatat e atje njërën tjetër, prodhoshe deri në 8.000 kujtal. 8.000 kujtal. 8.000 kujtal grur. Kam bërë hyrje, se kam qenë magazinier. Ku shkonde ky gruri? Shteti e mërte. Dhe ku e çonte? E shiste jashtë. Do çajmë blokatën. Partia thoshte të çajmë blokatën, edhe çashe. Ja doli? Ja doli. Kush nuk e merrte grurin ton, sepse ishte mi baza shkencore. Pra magazinin atë kohë thjesht merrte grurin që e punonin pjesëtarët e fshatit, le të themi, ose banorë. Merja bëj një hyrje të tërë. Edhe këto që prodhonte brigata, na feja këtu e na atje, e shisin një qeshor. Merrin parat, edhe shteti e kishte për mbrojtje këtë. Si për mbrojtje? Për mbrojtje adheu, ta kishte grurin këtu. A, në rast të një lufte? Po, i kishte grurin. Dakor? Sa kohë mund të rrinte Shqipëria pa punuar fare, pa dalën si ditë me ato rezerva që kishte grupi? Me atë që atje, atë që prodhonte këtu, me fshatin tim 3 vjet jepja buk. Tanin. Komplet fshatin, çka kishte grumbulluar ti këtu 3 vjet? Për një vit që prodhon një grur. 3 vjet të bollë ishim. Tani këtu do flasim pak edhe për lëmin me që dolim te gruri. Tani ku korshe gruri, mine këtu edhe e shini me kuanj. Pra, gjitha ajo shifër që theti që para shihesh me kuaj. Shishe me kuanj. Edhe nuk më lidh qaq, po, gjiko. Se po ngrishe industria. Po vinin plerat që plotsonin. Desha përvimi Barcelës, nuk bëhet si sot hidhi. Sepse edhe gruri po morim më shumë. Acide të ndryshme të plerave, se kanë edhe, e shi pangreshëm, betem. Prandaj ne bënim ato aprobimat e tokës për para, edhe hidhë që aq sa donte toka. Këton ti? Pa. Edhe kështu që, po vinte dhe po rritë ajo. Pra për gjithë ata që na ndjekin, çdo gjë në atë kohë bëhej me krah, edhe gruri përdoreshin kafshët, si shihet gruri. Po beshe duaj, edhe më lisje këtu e se një vërim, kishte një dru të mirë, në mes, rreth këti nishin duajt në kem. Kalje vite vërdall. 2 kuajt vini për qallë. Nga këtu ka marrë shprehen, nga këtu ka lindur e shpreha, mos hajde vërdall si kalin lan. Ah, të lumë, ja the vetat. Në kortë, edhe kështu isë këtu frynderë, brenda di se hidhi. Pastaj ishte pjesë e parat e ati këtu edhe ndashe. Nuk shkonde në makazi se s'kishim, shkonde drejt e antartë. Mbas ditë punës, delte e tjetër edhe e qonin në shtëpi. Domethënë përdoreshin kafshët, mjete rrethanore, era, të gjitha për të arritur në një përfundim të saktë. Pastaj sa po vinte tashu, edhe kështu që pastaj bëse me makinë. Po shishe me makinë. Si duket ky zhvillim i teknologjisë në atë kohë dhe në këtë kohë? Teknologjia ka ecur përpara. Ka ecur përpara për qytetet dhe ka lënë pas dorë gjithë zonat rurale. Shiko, ajo komandoshe na specialistët, ai sistem i komandonte na specialistët. Pse sot ju thoni që nuk ka specialist? Nuk vjen në veprim, është individi. Që është e keqe tani. Këto ndi. Problemi lind të djoth. Prodhoj domatjet, ta fuqë ti në sera, anti-njerëzor, për mua si specialist. Pra domatja thonë ju nuk prodhohet në sera. Sera, për specka të tëra, që fute në sera është anti-njerëzor, po jep me kompetencë. Pse? Këta po na vrasin vetën. Po s'do me ndajat, interesi personal këte ka, dhe me kompetencë. Të gjitha kanë kalori diellore. Prevesh? Kaloria diellore do përshkojnë, atë që të bëhet e mirë, kaloria diellore. Merë një domate. Me qoftë se ajo nuk ka faras, ajo s'është e mirë. Po ta jap me kompetencë.
të tëra, edhe bima, edhe njeriu, të tëra, vojnë për ekzistencë. Përveç, ato fara që bëjnë janë zakonisht të mire. Edhe njeriu po vuan për ekzistencë me gjitha këto çka kanë ndodhur këto kohët e fundit, jo Big Brother, jo këto LGBT. Tani se na fut e thellë atje njërën tjetër, që të thashin qik me i vend, nuk e di, ato do pësojnë, të njerëzit do pësojnë gjëra të mëdha. Kupton ti? A keni ju një thirrje për gjithë ta që na dëgjojnë? Unë kam një thirrje për këta të bujqësisë. Mos bëni hile shumë, se morë më qaf njerëzit. Mërë veç, sa i do të hanjë atë, po se di. Mërë veç, bëj një thirrje qeveris të dhej një agronomit në punë. Mos të tjetë me kompetencat e agronomit. Hajtë më i përgjithësi. Se këshua babuq, ha atje, pi unë atje. Rumpall hane. Jo rumpall, po shumë rumpall. Nuk di qanë. Sa vjeç mund të jetë ky ulliri? Në bazë studimit që është bërë, është mbi 1500 vjetë. Mbi 1500 vjetë që ekziston ky ulliri. Edhe ka marrë edhe që familje që është familje Dykmes, ulliri Dykmes. Pra janë familje autoktone, vendase s'po si o gjallartë, edhe Dykmeja vendas të hershëm. Vendas këto. Marrë vesh. Edhe, po këte ka prishë kur u prish kooperativa. Po ka qenë i tërë që ja duket ajo që kanë, që kanë prerë kështu që kanë dalë këto, ja, që. Do janë filizat e reja pas. Janë filizat atje, po ishte një i tërë dhe unë ruajta sa e kje kooperative, ka më rojtu me 2 ato i lartë. E di ku i kishe lartë aji? Këtu. Edhe ata pleqët e sa atje, kur prish kooperativa, pas ata mori aji, e beri si mas interesit për atje. Edhe unë i fola i thashu, që ishe një kujtim për Kostrenin. Ulliri. Sa prodhonte, sa kuintal prodhonte? Kokër. Qa lloj është, qa lloj ulliri mund t'jetë? Ky është kalinot vlore. Është kalinot. Nuk është kokër mati berat. Para... është vetëm për vaj. Në një kuintal ullinj për këti, del afër 25-30 kg vaj. Këteke, ta di që këteke, gjyshi ka qenë nip të Dykmeja, na Fukarleku e kanë gjerë për shqitur, kemi blerë ne, o gjallartë. Dakord? Deri në kooperativë, sa u bëjë kooperativa, për para atje, po aji Dykmeja u shua, ka ngellu një quni dajës, gjyshim, e ka marrë, e ka rritur, e beri të math, i beri e shpite edhe e pruri prapë të Dykmeja. është historie gjatë që këto. Shumë historie bukur. Marrë vesh? Edhe njërë, nga fillimi. Gjyshi ishte nip të Dykmeja. Nip. Edhe që bëhet atë janë? Këta këtu ka rënë kolerja, se binde kolerja. Gjyshi im. Ishte nip të Dykmeja. Dykmeja e nëzori për na Fukarleku, e nëzori për shqitur. Se ulliri shqit që edhe me drur. E ka blerë Algjiu, gjyshi im. Prap. E bleu prap. E bleu. Edhe këta e u shua, binde kolerja, i thoshin atje, një në tjetë e ka shpëtuar vetën quni dajut. E kështë qunë daju. Diken. Edhe aji e mori e rriti, e beri të madh, pasaj erdi i beri shtëpit këtun, pasaj e martoj aty edhe atje, e futi në pjesë. Edhe unë jam sot, kam ledhur ullinj këtu, babaj, dhe 2 karroqe e merim ne, 1 karroqe e për një dikas. U be kooperativ, bas kooperativës, po unë e kam ruajtur atë këtë, se ishte për të studiuar në njërën tjetër, se gjitha këto që e prishur ti, ishte një që e duken ata që ka prishur, për ka hapur ai, për të bërë ato. Kupton ti, po ishte një i tërë. Për gjithë ata ndjekës që nuk e kuptojnë çfarë do të thënë karroqe. Njësia mace është. Është njësi mace. Nuk ishte kandare atëherë më parë. Një karroqe sa kile merr? 5 kile. Beshe me i bende ustaj, i bende me edhe broka. Po broka ç'është? Broka njësi mace prapë.
po merrte 25 kg. Një karroqe 5 kg, një brok 25 kg. 25 kg, ishte kështu. I bëni një usta që e merë e vrashoni kështu me atë dhe kishte këtë. Ajo që më habit mua si ka mundsi, kalinot Vlore për 1500 vjetësh i mbjell këtu. Shiko. Të shumët Pra kalinot Vlore ka origjinën e vet që është krijuar në Vlorë si varieteti i ullirit apo është emri Shiko, s'ka lidhje me qytetin e Vlorës? jo. Kalinot ka edhe në vende tjera. Po, me qëse është Bregdet, kalin që do më shumë, se, shiko, gjë këtu ulliri, lartë në Abrami zbet. Se fillon zona e Dushkut. Shiko, marim në zonë e shkurreve. Pra është për të thënë që për sa i përket lartësisë në gjuhë shkencore. Ne fillon zona e shkurreve. Na zonë e shkurreve shkon se zona e Dushkut. Na zonë e Dushkut shkon tek zonë e Haut, na zonë e Haut zona e Pishës. Mali edhe super alpinën, dakord? Deri këtu, ja, si duket. Deri këtu e tutje e zberë dhe ky Mershe, mund të jetë marrë nga Turqia, po është kalinot. Po, është varieteti. Vlora tani me qëse kishte më ashtu atje, këtë varietet. Ne këtë kemi atë kokërmadhin. Edhe për të ngrënë, edhe del edhe në qik vaj. Beshe më mirë, beshe më mirë ai kokërmadhi. Hahande zonën tonë këtej, prandaj është bere e qati. Edhe por kështu ka, kemi edhe ne poshtë, që se e lagjer po me. Edhe atje ka, Ka, kalinot, Vlore. Po me që se e moli të Vlore, se prapë si kokërmadhi Beratit, thonë. Ne përdorin kalinot Vlore, ata thonë kokërmadhi Beratit. Kokërmadhi Beratit. E do toka, ja si është bere, edhe këto që në vend, që ja. Këto ka ngellu, ja. I vore, ai që ka vend. Pra deri këtu, shiko duket e, deri këtu e poshtë, ulliri bëhet. Tu te kjo zonë, te ky Zonë e shkurreve. Zonë e shkurrave. Sa familje kanë pasjetuar në këtë lagje? Tu është fisi Dukmeja. Si fis. Kur jam bërë unë vetën time atje 2 familje ishin. Po ka qenë edhe shumë sepse shiko këtu. Gjatë latë ka qenë shesh, pastaj është kputur gjysma. Ajo ka qenë me varreza. E tëra i sheshi, prandaj se shapur. Edhe është me varreza. Pra le të themi që ky është i fshat me varreza. Po, ka janë varreza të vjetra. Këtu mund të qenë edhe 10 familje, se këtu ka qenë fshati i tërë. Pastaj janë ngjitur një çik më lart. Kupton? Fshati ka qenë këtu edhe në Malltërpome. Nëse mos na dërgon në një këtej. Jemi me Malon dhe Qemalin, jo Ismail Qemali, Qemali i Kostrenit, i cili ka këtë kompanin këtu me blet. Kompani le të themi sepse ecin në një linjë më mirë se sa shteti dhe më mirë se sa këta tanët që zihen për pushtet. Këto e kanë punë organizuar dhe Malua do na flasi pak si është krijuar bleta, pra nga ka lindur, si është gjetur dhe si e kanë importuar ose e kanë inkorporuar njerëzit në familjet e veta. Si është krijuar bletaria shqiptare? Jo vetëm bletaria shqiptare, por bleta në tërësi dhe këtu te vendi jonë. Shiko, gjithmonë këtej ka pasur pyje. Sidomos lisi është me vrima. Jemi shok. Edhe e kanë gjetur. Edhe e kanë gjetur edhe në fillim i kanë qenë permitive. Çfarë i thon permitive? Tukë më thënë një kashtone. Po atëherë s'kisha as sharra, as gjërat e atij, bënin kosha. Edhe e lyeni me baltër. Mëresh? Pra me mjete primitive që gjendeshin në natyrë, po me natyrën. Më primitive, po kështu e kanë zhvilluar. E kupton? E ashtu. Me kosha. Afro. Mëresh? Me kosha bëni kosha, se kosha ti dini ti bëni, kanë bërë kosha. I kanë lyer me baltë. I lyeni me baltë edhe baltë, tokë. Edhe që beshe thatë dhe i fusin bleta atje. Pra kështu ka filluar bleta. Po. Që ka arritur deri në ditët sot që janë moderne, që themi ne. Dakor? Tani, si është më mirë për bletën? Është më mirë kështu, në këtë formë apo në atë formë? Pra, flasim për qenien e bletës, si blet, pra si e pëlqen më shumë? Shiko tani.
Unë, si zanat që kemi matë që jam, ne kemi trashguar si o gjallar. Ne kemi pasën mort. Mi po bleta nuk do zhurëm. Nësë dimi që aqë sa kam bërë unë. Nuk do zhurëm. Ne i bëjmë këto. I bëjmë me atoj. Eshtë mira, në kone socializmi zbatoshen qikë. Të tëra këto asë një të ne kje. Nuk i vinim. Po i vinim drasa 3 ponqe, kapaku, me vazo, i qponin, edhe pra sue që të eliminohet zhurma. Se nuk dhja e se po bje breshër apo jo. Bleta ka një veti, po e gacmove, po e qove atje, ajo a gjysë me prodhimit. A në momentin që ajo ndjen një Po e zhurmë, qove atje, hape, edhe se mora të atje, për një javë nuk e gjem me atë mjeltë. E kam përprovu unë. e ha dhe konsumon për ushqim apo e ha dhe e rezervon për një moment dytë? Në qoftë se ti do vesh për shembull për ta shikuar që sa ka grumbulluar sa ashu, në qoftë se ti mendon që ata le edhe një javë tjetër, kur të vesh për ta ashu, ajo e ka konsumuar. Jo, këtë duhet të them, e ka konsumuar dhe e ha, e përdor si ushqim, apo ka rezervat e veta që e rezervon diku, kur ikën rreziku ajo qetësohet. Jo, që dhe bleta, të tërë dhe ata që studion, do t'i ka shumë kujdes. Se thot ajo, o burro se na i hangri. Edhe ajo ka manin e tjerë, të më vesh. Ta ha vetë se të manë tjerë. Më vesh ti. Eshtë interesant me këte. Eshtë, po ta shiko që është mizë, po e shumë qiko, shkon edhe me tinguj. Shkon 3 kilometrë, edhe mos të ndajt shkon me tingujt. Si që shkon telefonit të jotë, jimi e tani me tinguj, edhe ajo shkon me tinguj. Që që të veshë në ofertë, dhe të vishë këtu edhe gjenë atë atje, nuk e se letë. Si e dallojnë këto që kjo shtëpia për shkak është e kësaj? Tingujt ajo. Jo, është si punë e njerëzimit. Kur ishte domethënë kur kishin familje të mëdha. Pse shkonte ai në derë tjetër, po shkonte tek foleja e vet. Edhe kjo. Se këto janë domethënë Janë shumë të... janë kolektive, domethënë mbretëri. Po shoh që një ke blu, një të verdh, blu, prap të verdhën. Mos e ngatërojnë mema. Gjoja për mos u ngatruar mema. Po nuk ka ashtu se mema ka një diçka. Mema njëherë në jetën e saj çiftëzohet. Edhe Jo, dy herë, edhe 3 herë. po E 3 herë, dhe gjo. Tani, mema nuk mbarset brenda. Tere. Marset larkë. Njëre bishtin aty brenda, për ti, edhe nisen, mra pasaj mund nisen në 10 meshkuj. Ajo hik, do ta mbarsi ai që është më i forti. Mbarset me ata. Edhe këta zihen. Edhe këta shiko, jeta Më të ashu, më të fuqishmin. Mbarë më të fuqishmin. Po. jeta është konkurrencës, edhe te këto. Ta di? Ka konkurrencë fort. Ti thoj që është atje, po e shumë. Dhe e mira është që kur ka blet edhe të tjera, është e mira që të mbarset me meshkujt e blet dhe të tjera. Është më e mirë. A, me meshkuj që janë në një kashtun e tjetër. Në një kashtun tjetër, po e gjendur ajo fort. Nuk bet. Kupton? Ata meshkuj që kjo bleda mbarset në kashtunia e vet, a nuk janë ata meshkuj që ai ka krijuar po vet? Po pikërisht, se këtu është. Tani Veti krijon ajo veti krijon. Ajo mund ta pikasë një thotë ta krijoj thotë vetëm ta kem për çetëzim kur të rritem. Ajo bën me hile këtyre tjerë, i rrof këtyre që zihen pastaj. Natyra Zoti kush i beson, i ka krijuar një tjetër. Ashtu. Nuk para dalin aq. Si që dalin tek njeriu apo tek kafsha njëri tjetër. Sepse me qofse do kope dhe i që delet, damas do t'jenë të një kope tjetër. Po ne na njëre majmë edhe aty brenda. Majmë. Po nuk lejohet. Rregullisht nuk lejohet. Na studimi që është bërë nuk mahet. Tani ai dhe atje. Tani ajo që kështu e ka. Ka që është ajo është mbret më vete. Janë të tëra me mbret më vete atje. Të tëra komandohen besaj. Prandaj thashun Si ka strukturën e komandës, për shembull, më mbretëresh, ka lidhje me këtë të shtetit sot?
me pushtetin, është kryeministri, presidenti. Si ndange? Shiko, na putë thellë atje për këto. Jo, thjesht si organizohen punën mbretëresha. Mbretëresha rri, mbledhet punëtorë, si ka të ndarë. Ajo, dëgjoj, vetëm ajo nuk rri. Po I bret të tëra. Ajo çiftozohet. Të tëra brenda. Merret vetëm me monitorimin e brendshëm. Me të brendshëm dhe ka diçka. Ajo ka grupin që për vete punon, ushqet, bie ushqimin atje, ka grupin e brendshëm vetë që bën për punimin e pjelljes të bletës. Ka bletët e tjera, I krijojnë dhe qumshtin memës për të ngrënë mema vetë, se mema nuk ushqet me ushqimin që vetë të kullosin vetë. Ja bjen të ka të gatshme, edhe nuk delën teren. Ka të gatshme vetë, pra ushqet vetëm me qumshin e bletës. Po, vetëm me qumshin e bletës dhe për të pjelljen e asaj për të krijuar atë kolektivin e ri, se deri në 37 ditë vete. Shiko. Jo, këto blet. Shiko, aqërrojnë. Aqërrojnë. Pra, një blet ka jetesën 37 ditë. Kurse në dimër vetë deri 75 ditë edhe 90 ditë. Sepse punon më pak, nuk harxhon energji. Rri, po ndej. Jo se ka ashtu, I konsumojnë kratë. Edhe rri, nuk bien dot këtu. Vetëm se I konsumojnë kratë. Kupton? Sepse në studimi që është bërë, një blet, kur del për të kollotur, viziton jon pak se 3 milion e 200. Një blet që del për jashtë, për 6 ora, për 8 orë, në ditë. Në ditët, lule gjezdis, 3 milion e 200. Më rëvesi? 3 milion e 200 lule në ditë. Mbushet ajo atje, dakord? E para, e dyta, për të lindur me fëmijët e saj, të tëra ato që tha ky, atje, prodhon qik qumësht, në fund. Mema kthen bishtin edhe e pjell. Edhe vezorin. Ato të tjerat, se ka gardën, si që ka shteti gardën, ka dhe bleta gardën. Kupton ti? Ato të tjerat e shojnë në fund atë, vezoren. Tek atje. Pasaj e la një kohë, atje, sa del ai krimi. Ha qumshtin, bed në atje. Pasaj sa bën, këto janë me dyll, njërë tjetër e mbushin me dyll. Evullosin. Vërrin, vërrioz e ati, bleta tani, tu kanë ngrënë edhe dyllin ati, e çpon veta ajo, del rast. Pra, nga qumshi, idhet vezorja. Nga krimi, kjo e ka fatin për 17 ditë. Për të lindur. Për të lindur. Mos ke. Për të lindur, do me 17 ditë. Në krye 17 ditë del. Të them një gjë që këto është gjë e bukur ku I drejton. Kjo është si punë eksportit. Si ka lindur ajo ideja jote për të krijuar këtë kompaninë e blet? Kjo kompani unë njëherë përpara kam gjetur njëherë në Pyllt. Edhe e mora, mirë po nuk kisha përvojë. Pune. Jo, erdhi ky ashtu, ajo çka ka, se ka diçka. Kur roisin këto që merret, ajo mema e vjetër ikën. Mirë pa ajo është vjetëruar, edhe në kryet vitit ajo do ri për të rritur. Do ta leminosh atë, që të besh memën të re. Se mema më tepër se 3 vjet nuk bën shumë prodhim të arrit të mirë pastaj. Deri në 2 vjet e gjysmë, 2 vjet e gjysmë. Pastaj kaloi nga 2 vjet e gjysmë 3, nuk bën me prodhim të arrit të mirë në pjellje. Dhe nga ajo deri në 5 vjet. Një mëmbron deri në 5 vjet. Deri në 5 vjet. Po prodhimi vjen rezultat. Si punë njeriu do jo pjell tërmonë të plaket. Deri 50 vjet më tash. Hajde tani. Kjo është qofshi mirë. Rofshi edhe ju mbar. Ikëm. Mbar. Miq, ishte gjithçka që ne kishim mundëm sot të mbledhim. Ishim me Malon, banori hershëm I fshatit tu, njëkohësisht edhe gjyshim. Ju përshëndesim.